Nga diaspora për Shqipërinë Lirë, si një organizatë që e fitoi të drejtën e votës diasporës falë vendimit gjykatës kushtetuese pro nesh, ne kemi bindjen se dhe ky ligj famkeq do anullohet nga gjykata kushtetuese pikërisht për të mbrojtur familjen shqiptare, atë që është e drejta, ai që ka qenë themeli i shoqërisë tonë ndërshekuj. Mendojmë kemi marrë masa duke qenë se jetojmë jashtë dhe brenda të përbashkojmë diasporën bashkë me shoqatat që janë në Shqipëri, po dhe me gjithë shqiptarët, dhe jemi shpresë plot që do të arrijmë këtë fitore, por kërkojmë mbështetjen të gjithëve si jashtë vendit, si brenda vendit, që kjo të mos bëhet realitet. Diaspora për Shqipërinë Lirë quhet e lirë në fund pikërisht që individët, çdo shqiptar të jetë i lirë, dhe pikërisht këtu shkelet liria e shqiptarëve, ku nëse një person normal do të thotë nën, baba, ka vetëm 2 gjini, është i penalizuar në shkollë, janë prindër të penalizuar para ligjit dhe ka një kalvar të tërë që po shitet si diçka pa rëndësi, por është e rëndësishme sepse shkel lirinë themeltare të qytetarëve shqiptar. Një gjë që ka ky ligj është që është bërë kaq jo transparent, ka ndalë kaq shumë versione që pikërisht njerëzit të ngatarohen, por thelbi është i tillë. Ne besojmë që ka nën, baba, ka mashkull dhe femër dhe në ligj penalizohet që kushdo nuk i përmbahet këtyre, nesër do ngelet në klasë, do marrë gjoba.